تتقطع وسيوفنا من نبضهم تتقطع جاهد بنفسك. الحمد لله ثم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد falëndrimi dhe lavdrimi i takon vetëm Allah subhanahu wa ta'ala. Salavat e selamet që dërgojmë zotërisë së pejgamberëve më të dashurit ton, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, Allah na bëf prej tyre. Ajo se më së shumti që kemi nevojë ne sot që të flasim edhe të kthehemi në origjinë është punimi me argumente thelbësore, sidomos në kohën të cilën ne jemi duke jetuar. Jetojmë në një epokë ku mendimi personal, nganjëherë mendimi personal apo ndjenjat të cilën e kemi prej mrena, apo zakoni shpesh po e zë vendin e fjalës Allahu subhanahu wa taala dhe hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam a'udhu billah. Prandaj është detyrë e çdo njeri prej neve prej robëve të Allahu subhanahu wa taala që të rikthehen te burimi i pasur i fesë tyre. Të kthehen te burimi te Kurani edhe të kthehen te Sunneti. Thot Allahu në Kur'an: "Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Nëse ju e keni ndonjë kundërshtim për diçka, nëse ju keni ndonjë mosmarrveshje për diçka, atë gjë ktheheni te Allahu subhanahu wa ta'ala dhe te Sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse jeni prej atyre njerëzve, nëse jeni prej atyre besimtarëve, të cilët e besoni Allahu subhanahu wa ta'ala dhe e besoni ditën e fundit. Ajeti sipas tefsirit të Ibn Kathirit jep se shtylla e drejtësisë apo shtylla kryesore e bashkimit të muslimanëve është çdo çështje të cilën e kanë besimtarët në mes veti. Për çdo mosmarrëveshje të cilën e kanë besimtarët në mes veti, gjykimin kryesor duhet ta kërkojnë vetëm te argumentet e të i ka zbritur Allahu subhanahu wa taala dhe na ka porositur vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kthimi tek Allahu do të thotë kthimin te libri i tina. Edhe kthimi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të thotë kthimin te suneti i tina me ato se çka ka punuar gjatë jetës së tij sallallahu alaihi wasallam dhe me ato se çka kanë punuar sahabët Allahu qoftë i kënaqur me gjithë ta, sepse rruga e shpëtimit. Nëse dojna me lyp vërtet rrugën e shpëtimit, se si me kërku rrugën e xhenetit, kena me lyp vetëm në këto dy gjëra. Sepse Allah subhanahu wa taala në fund të ajetit thotë: "In kuntum tu'minuna Allahi wa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Nëse ju jeni prej atyre të cilët vërtet e besoni Allahun subhanahu wa taala edhe besoni në ditën e fundit. Në hadithin tjetër të saktë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima." Ja kam lënë juve dy gjëra. Asnjëherë nuk keni me devijuar përderisa ju jeni të kapur për ato. Thot kitab Allahi wa sunnati. Thot ja kam lënë juve librin e Allahut subhanahu wa taala edhe sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj garanta për çdo kohë nëse besimtari dëshiron me jetuar në shpëtim. Garant për çdo kohë nëse besimtari dëshiron me jetuar në harmoni me gjithë besimtarët e tjerë, është me jetuar sipas librit të Allahut subhanahu wa taala edhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj sepse tha Allahu në Kur'an: "Wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Sepse nëse dëshiron ti që me ju bindën
apo me shkue sipas zakoneve të shumicës njerëzve në tokë, dije se shumica e njerëzve kanë me devijuar pe rrugës Allah subhanahu taala. Ajo që shumica prej neve vazhdojnë me vepru dhe thot, nuk jemi atë kapur për librin Allah subhanahu taala se ne pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shumica prej neve vazhdojnë me folën bazë të shumicës njerëzve që çka po flitet tek njerëzit. Çështu po shkojnë krejt, po vazhdoj edhe unë. Çështu po veprojnë krejt, po vazhdoj me vepru edhe unë. Dërsa kjo bjen në kundërshtim me atë se çka na ka porositur vetëm neve Allah subhanahu taala në librin e tij, edhe atë se çka na ka porositur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Taymija Allahu mëshiroft thotë se njerëzit e argumentit janë ata të cilët e matin të drejtën me ajetet e Kuranit. Njerëzit të cilët e pasojnë argumentin, edhe e pasojnë sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë ata të cilët çdo çështje në jetën e tyre e matin me atë se çka ka thënë Allahu në Kur'an, edhe nuk e matin atë sipas zakoneve edhe epshave të njerëzve. Këtu vjen një peshore e veprave tona. Problemet që i kena në jetë, gjërat të cilat po përballemi në jetë, gjendjet të cilat përballemi gjatë jetës tonë, me çka i peshojna? A i peshojna në bazë të shumicës njerëzve se çish po veprojnë shumica e njerëzve, apo ato e kërkojnë gjykimin te libri Allah subhanahu taala edhe të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në dinë në kohën sidomos kur secili për njerëzve vazhdon me thonë se kjo është e drejtë. Që to shka të thonë që kjo është hak. Që kjo shka të thonë që kjo është e vërteta. Që to shka jetë e një për meje e ka thonë edhe filoni e kumpolla në internet. Sa na nuk kena popull, nuk kena umet vazhdojna me thonë se ka thonë filoni, ka thonë aloni. Por se thot Allah subhanahu taala se ju jeni popull, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se na jena popull që Allah subhanahu taala na ka dërguar me fjalën ikra. Ikra do thot lexo, mëso edhe studio. Nuk kime ditën ti me pruve, me barazbeshuar një vepër tonë, një gjendje tonë me librin Allah subhanahu taala, nëse nuk je prej atyre që e kupton mas pari librin tina. Nëse nuk je prej atyre që mas pari e kupton sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është pikërisht ajo të cilën e ka paralajmëruar vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë kush prej jush do jetoj pas meje. Secili prej juve që do jeton pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të shoh tek njerëzit shumë kundërshtime të cilat do ndodhin. Prandaj kapni pas sunetit tan, edhe kapni pas sunetit të prizë, xhulefai rashidin pas prizë, e mirave të drejt, halifëve të drejt pas meje, edhe mbojeni fort me ta me dhëm të ju, me dhëmballat e juve. Kapni pas sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në kohën ku mas shumë të shtohen fitnet, në kohën ku mas shumë të vazhdojnë me ushtue kundërshtimet në fenë Allah subhanahu taala, edhe e shef besimtari që ka lëkundje të mëdha, ka trazira të mëdha sidomos në imanin e tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na e porosin neve se nëse dëshiron ti më kon për atyre të cilët qëndrojnë në sunetin e tina, vazhdo edhe kapo pas sunetit tina edhe pas sunetit të cilët ishin sahabët Allahu qoftë i kënaqur me gjithë. Këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tregon një realitet të cilën ai na duke vazhduar duke jetuar sot. Asnjëherë nuk ka pasur përçarje më të mëdha se sa kohët që ne duke jetuar tash. Asnjëherë nuk ka pasur grupe më shumë se sa kohët të cilën ne duke jetuar tash. Asnjëherë nuk ka pasur zona edhe zhurma më shumë se sa kohët të cilën jemi duke jetuar tash. Ti si besimtar, nëse je pak, nëse je vet, nëse je veç dy veta, ka pas asaj të cilën ka porositur Allahu subhanahu wa taala. Nëse thot Imam Shafiu, nëse dëgjoni fjalën tëm që bjen në kundërshtim me Kur'anin edhe me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë fjalën tëm hodhe edhe ka pas asaj e cilat ka zbritën. Ajo e cila ka thënë pe Allah aty nuk ka më dyshim. Ajo e cilën e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aty mund nuk ka dyshim. Dorsa fjalët e tjera, fjalët e njerëzve të tjerë, ato mund të ndryshojnë çdo herë në bazë kohës edhe gjendjes. Sot Imam Ahmedi mos më pasoni mua asnjëherë. As mos e pasoni Malikun, as mos e pasoni Shafiun, as mos e pasoni Thaurin, as Evzaiin, por se pasoni vetë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto janë fjalë të cilat e tregojnë që besimtari duhet që me pas nënshtrimin e plot ndaj argumente Allahu subhanahu wa taala, edhe jo asnjëherë ndaj personaliteteve ndryshme. Argument, fej e drejt, fej e vërtet, është ajo të cilën e ka zbrit vetë Allahu subhanahu taala edhe ka zbrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thotë se në theu, thotë nuk kam ndryshuar, nuk kam çëru asgjë më shumë jetën tënde se sa në jetën të cilën e kam unë. Se sa i vazhdon çdo ditë edhe ndryshon tek unë. Në jetën të cilën na e kena, zemrën të cilën e kena, vazhdon çdo ditë ndryshon te njerëzit. Edhe fjalët të cilat i thojnë nga një herë me kohën, njerëzit edhe i ndryshojnë këto fjalë. Ajo të cilën se dëshiron ti me pas fejen tonë të pastër. Edhe fejen tonë të sigurt e krije veç te libri i Allahut atë të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu në Kur'an ka ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Ju ka ardhur juve prej Allahut subhanahu taala një dritë, udhëzim edhe libër i qartë.
Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam. Sepse Allah subhanahu wa taala vazhdon me udhëzu ata të cilët e ndjekin kënaqësinë e tina. Allah subhanahu wa taala me këtë libër me Kur'an vazhdon me udhëzue njerëzit edhe me i larguar prej zullumit të shirkut atje, me udhëzue në dritën e imanit. Tefsiri këtij ajeti sipas Imam Kurtubit, Allah më thotë se drita të cilën Allah subhanahu wa taala e përmend në Kur'an është vetë suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa libri, wa kitabul mubin, ndërsa libri i tij i qartë është Kur'ani të cilin Allah subhanahu wa taala ka dhënë ne. Ai i cili kërkon dritë tjetër, kërkon diçka tjetër, kërkon rrugë tjetër, përveç Kur'anit ose pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka me vazhdu me u anë çdo herë në errësirën e zullumit tina, në errësirën e fitnave të ndryshme, në errësirën e shirkut Allahu na ruaj prej saj. Prandaj, punimi me argument, punimi me Kur'an, punimi me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është rruga e vetme e cila na shpëton neve prej kësaj fitne, është rruga e vetme e cila na nxjerr neve prej këtij zullumi, është rruga e vetme e cila na nxjerr neve prej kësaj errësire të cilën jena duke jetuar tash. Sepse libri i Allahut subhanahu wa taala, edhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse muslimanët vazhdojnë me u ka pasojna, kanë me gjetë unitetin e tyre, kanë me gjetë në bashkimin e tyre. Por të çdo herë përshorjet vijnë kur na nuk e kërkojna udhëzimin të Kuranit. Çdo herë përshorja vjen kur na vazhdojna me i dhon përparësi, ndonjëherë e fshiton para fjalës Allahu subhanahu wa taala. Andaj vëllezër do. Shembull ndryshëm për historisë janë se në kohën kur sahabët vazhdonin me ndoje plashkën të cilën ata e fitonin prej luftës, nuk vazhdonte asnjëri prej tyre me i dhon përparësi të këndës. Epshi dhe se dikush më marr më shumë se unë kam bën kontribut më shumë, unë fitoj më shumë. Por ata tash kthehen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ktheheshin te libri Allahu subhanahu wa taala, edhe vazhdojnë çdo sent të cilën kontribonin me ndonë me drejtinë në mesin e tyre. Andaj, shembullit të cilin njeriu duhet me nështruar argumente kina raste të ndryshme edhe të sahabët Allahu qoftë i kënaqur me ta. Në kohën tonë punimi me argument në kupton që muslimani vet, besimtari vet me ndërtue jetën e tina. Nuk është puna me argument me ardhën veç te xhamia, edhe këtu në mezhit veç me folën që ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe momentin që dalmi prej këtij me vazhduar prapë jetën tonë ashtu siç dojnë ana. Puna me argument është me ndërtuar jetën tonë prej shtëpisë tonë në rrugë, pastaj te xhamia, pastaj edhe në rrethin se ti ku vazhdon me jetuar. Besimtari vërtet në çdo çështje e cila ka të bëjë me adhurimin e Allahut subhanahu wa taala, vazhdon edhe pyet për çështë adhurim të cilin jena duke e bëna, a ka argument prej Kuranit edhe a ka argument prej Sunetit. Një vepër të cilën e bën ai ka me vazhduar dhe me kërkuar përgjigjen se që kjo vepër shënt dosh me bëune, a është halal apo është haram. Nëse një çështje e halalit edhe haramit e ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala, besimtari vetëm se vazhdon edhe largohet. Edhe prej çështjeve të tjera janë të dyshimta. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el halalu bayyin wal haramu bayyin. Halali është i qartë, edhe harami është i qartë. Wa bainahuma ashya mutashabihat, edhe në mesin e tyre ka gjëra të tjera janë të dyshimta. Kush i ruhet këtyre gjërave të dyshimta, vetëm se e ka forcuar devotshmërinë e tij ndaj Allahut subhanahu wa taala. Na çka bojna? Shumica prej neve, nashta nuk është bash halal, nashta nuk është haram, po është dyshim për veprë se nashta nuk pas ka dëm shumë. Që kjo çështje është nashta është me kroh, po nuk është domi i madh shumë. Sahabët Allahu qoftë i kënaqur me ta, kanë vazhduar duke i lënë deri në 40 halale, duke mos i vepruar vetëm për frikës që mos vinë ndonjë gjë e cila është e ndaluar prej Allahut subhanahu wa taala. Andaj thot Allahu në Kur'an: "Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim." Të kenë kujdes ata të cilët vazhdojnë me kundërshtuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Le të kenë kujdes ata të cilët vazhdojnë edhe me shpik gjëra tjera të cilat nuk i ka vepruar vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse në jetën e tyre mundet me i godit ata ndonjë sprovë e madhe apo ndonjë dënim i tmerrshëm. Imam Ahmedi Allahu më shiroj këtë ajet e komentoi duke thënë se a e di se çka është fitnja? Fitnja të cilën vazhdon me gjithë njerëzit është shirku të cilin ata e bojnë. Sepse kur zemra e refuzon argumentin e Allahut subhanahu wa taala, edhe kur zemra e refuzon sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ndjek mendjen e vet, kjo është një rrugë e cila e çon robin në shirk. Andaj në shumicën e ajeteve ku Allah subhanahu wa taala thotë el fitnatu akbaru min al qatl wal fitnatu ashaddu min al qatl, se fitnja është më e madhe se vrasja, fitnja është më e fortë se vrasja, është fjala për shirkun të cilën vazhdojnë me vepruar njerëzit. Dietarët e seleve kanë përmbledhur këtë rrugë me fjalë të artë ndryshme. Imam Shafiiu, Allah më shumë vetëm se thotë se feja nuk ndërtohet mbi epshet e njerëzve. Feja asnjëherë nuk ndërtohet mbi dëshirat e njerëzve,
ose ai ndërtohet duke ndjek argumentin e Allahut subhanahu taala. E kush e ndjek argumentin dihet se ky është në rrugë të sigurt, edhe është në rrugën e shpëtimit. E kush e ndjek dëshirat e veta, kush e ndjek epshet e veta, vetëm se është në rrugën e cila e rrezikon imanin e vet Allahu na rrepësojna. Imam Ibn Kaimi, Allah më shoh, thotë se dallimi mes robërisë ndaj Allahut subhanahu taala edhe robërisë ndaj njerëzve është qëndron kur robi i bindet Allahut subhanahu taala edhe e ndjek argumentin e tij. Ndërsa robëria e njerëzve kur robi vazhdon edhe ndikohet për njerëzve, për epsheve të tyre, edhe vazhdon me i ndjekën ata edhe robrohet ata. Këtu robi vazhdon edhe sheh se ai na rob të Allahut subhanahu taala apo ai na robrohet tek njerëzit edhe vazhdon me i ndjek epshet e tyre. Nganjëherë robi mund të qenë edhe rob i nefsit tina. Qysh është njëri i rob i nefsit tina kur vazhdon me ndjek epshin e vet, kur vazhdon me ndjek veten e tina, kur vazhdon me ndjek mendjen e tina. Andaj vëllezër, punimi me argumente në kohën tonë, sidomos në kohën të cilën jeni duke jetuar, është shpëtimi i vërtetë përballë këtij kaosi ideologjik, të ideve ndryshme, përballë këtij kaosi të bidateve ndryshme, përballë këtij kaosi ku njerëz të ndryshëm vazhdojnë me thirr me rrugë haptaze në kufër dhe shirk, përballja edhe mësimi edhe kapja për argumentin e Allahut subhanahu wa taala dhe sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është rruga e vetme e cila i bën besimtarët me një unitet përbashkët me një umet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse nuk kthehemi na te argumenti, çdo grup do ta kenë fjalën e vet, çdo njeri do ta kenë fjalën e vet, çdo njeri ka më menuar se ky është kuptimi jam, çdo njeri ka më thonë se kjo është e vërteta dhe nëse vazhdon me ju bë zullum tjerë edhe me i humbë tjerë. Ajo se çka e shohim na është se shumica për njerëz të janë në grupe ndryshme apo janë kryesorë të grupeve ndryshme thonë se ky ajet është shtuar mbos kuptimit vet, pa e pasur bazën askund, pa e bazuar në fjalën e Allahut subhanahu taala, pa e bazuar në sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pa e bazuar në fjalët e dietarëve të mëhershëm. Allahu subhanahu taala thotë se kjo është rruga ime e drejtë. Andaj dëshni aty dhe mos ndeshni rrugë tjera që të mos t'ju largoni ajo për juve. Kjo është rruga ime e drejtë. Fjala është ku Allahu subhanahu taala thotë për Kur'anin e tij. Kjo është rruga ime e drejtë. Çdo njeri prej besimtarëve më shumë se na kena nevojë është me u kthyer Kur'anin. Jo me lexuar Kur'anin vetëm me gjuhën tonë. Jo me lexuar Kur'anin që vetëm me përmbush një dosë thonë që sot gjatë ditës e kam lexuar një xhoz ose e kam mësuar një xhoz. Leximi i Kur'anit bëhet duke medituar mes rreshtave tina. Leximi i Kur'anit bëhet duke vazhduar, duke e ulëmtue se çka ka dashur Allahu subhanahu taala me thonë me këtë ajet. Elhamdulillahi rabbil alamin. Falënderimi i takon Allahu subhanahu taala, Zoti i gjitha botave. Jo vetëm me lexues si ajet edhe me vazhduar me kalimin e ajetit e dytë. Ndalu edhe me dietarët e ajetit. Shiko arsyeën se pse ka zbritur ky ajet. Shiko se çka kanë thonë dietarët ata të cilë janë me tefsirin e Kuranit, çka kanë thonë rreth këtij ajeti. Që ashtu ti me arritën ti me kuptuar fenë Allahu subhanahu taala edhe me arritën të vërtetë. Shumica për njerëzve kur devijojnë është se nuk i lexojnë ajetet e Kuranit të bazuar në sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por se vazhdojnë atë ajeteve të Kuranit apo hadithet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me i dhënë kuptim për ideve tona apo për logjikën tonë Allahu na rrepësojnë. Në tefsirin e këtij ajeti që ne përmendna, Allah ibn Mesudi thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në dy pejgamberë e vizitoi një rrugë të rrashtë në tokë atë dhe tha se në krye të kësaj rruge qëndron Kurani dhe suneti jam. Nëse vazhdoni me ndjekën këtë rrugë vetëm se jeni të shpëtuar. Pas asaj na vazhdojmë me i vizituar disa rrugica të tjera të shumta edhe të holla, kur thanë në krye të kësaj rruge qëndron nga një shejtan. Nëse vazhdoni me hyrë në këto rrugica, vetëm se keni me devijuar prej Kuranit dhe keni me devijuar prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj në kohën ku vetëm se është përzi shumë teknologjia, rrjetet sociale ndryshme ku çdo njeri sot e ka marrë të drejtën për me folën rreth fejes, ku çdo njeri sot e ka marrë të drejtën për me komentuar ajetin e Allahut subhanahu taala, ku çdo njeri sot e ka marrë të drejtën me komentuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nevoja jon më e madhe është më u kthyer te dituria e vërtet, me marrën ilmin, me dhënat tonë me shtrënguar për Kur'anin, edhe sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me i rritën edhe me i shumuar sa më shumë me gjithet ku folet për fenë e Allahut subhanahu taala, edhe folet për sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me i pasur njerëz të cilët dëshmon dituria për ta, dëshmon koha për ta të cilët kanë dituri, mos të vazhduan me u ka pas njerëz të cilët nuk e dinë askush është ai, nuk e dinë se prej ka e thotë ky këtë komentar, nuk e dinë se prej ka e nxjerr ky këtë kontent ai Allah na rupe devimit. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din. Kujna Allah subhanahu wa taala ja dhan atina të mirën. Kujna Allah subhanahu wa taala ja dhan atina khairin vetëm se ato e bën të kuptueshëm në fenë e tina. Dietarët e shpjegojnë se kuptimi i fesë do të thotë kuptimin me argument edhe jo me emocion apo zakon.
ju duke i dhënë përparësi emocioneve tona, ju duke i dhënë përparësi zakoneve të cilat janë tek njerëzit, por se kuptimi i fesë, siç e pranon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, është që kuptimi i argumentit në mënyrë të saktë, atë se çfarë ka pritur Allahu subhanahu në Kur'an. Nëse çdo musliman, çdo besimtar do ta ndërton jetën e tij me këtë parën se a ka argument për çdo send të cilin ai vepron, me lypën argumentin atëherë dije se Allahu subhanahu ka i jep bereqet. Edhe unitetit besimtarë, i jep bereqet edhe jetën përgjithësi tonë, edhe i bashkon musliman me një saf vetëm. Andaj, ajo se çka e përmend Allahu subhanahu në surën tjetër thotë, kap ju fort asaj e cila u shpollën ty, ju shpoll pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse ti je në rrugën e drejtë. Kap ju fort Kuranit Allahu subhanahu taala. Kap ju fort librit Allahu subhanahu taala nëse dëshiron që ti më shpëtuar prej saj. Kjo është rruga jonë, kjo është shpëtimi i vërtetë i joni, kjo është vërtet ummeti jon, kjo është vërtet ajo të cilën na e kërkojna xhenetin e Allahu subhanahu taala. E çdo herë këto kena me arritën gjatë kohës sa na jena duke punuar me argumentet apo kthimi të Kuranit edhe sunetit tina edhe të kuptuar sipas selefëve Allahu qoftë i kënaqur me gjithë ta. Le ta bojna këto parim të jetës tonë. Le ta bëjmë këto parim të jetës tonë duke filluar prej metit, prej familjes tonë, prej rrethit, shtëpisë tonë duke punuar çdo herë me fjalën Allahu subhanahu taala, edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne lutim Allahun subhanahu taala që më na bëj për atyre të cilët marrin detyritë e hajrit, ne lutim Allahun subhanahu taala që më na bëj për atyre të cilët e pasojnë deri në fundin e jetës tyre fjalën e tij dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne lutim Allahun subhanahu taala që më i bashkon muslimanët kudo që janë ata, ne lutim Allahun subhanahu taala që më i dhon fitore muslimanë kudo që gjenden ata, ne lutim Allahun subhanahu taala që më i zbut zemrat e muslimanëve, edhe me i bashkohet me një saf vetëm aqulu ma tasma'una wa ana khalfa wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.